أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto tubime të bekuara inshallahu taala, duke shëtitur në këtë kopsht të burrave të mirë, të grumbulluar nga një prej mjeshtërve të dijes fetare islame, njërit prej dietarëve dhe kolozëve të umetit islam, Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër që quhet Riyadus Salihin ka grumbulluar ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë drejton besimtarit rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në hadithin e 4 në këtë kapitulli që flet për vlerën e pushtetarit të drejtë, hadithi 662 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ahlul jannati thalathatun, dhu sultanin muqsitin muwaffaq, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin, wa afifun mutaaffifun dhu iyal." Rawahu Muslim. Në rëfen Iyad ibn Himari radiallahu anhu, i cili thot: kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, banor të xhenetit janë 3 lloje të njerëzve: pushtetari i drejtë dhe i suksesshëm, njeriu i mëshirshëm, zemërbut ndaj çdo familjari dhe muslimani, dhe njeriu i ndershëm, i cili nuk e zgjat dorën edhe pse ka fëmijë e familje. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra të dashur vëllezër, na kemi dhënë disa mësime dhe porosi në lidhje me këtë hadith, dhe jemi munduar që në shërimin e këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të zbërthejmë këto 3 lloje të njerëzve të cilët janë banorë të xhenetit, me qëllim që edhe ne të përvecojmë këto veti dhe këto cilësi, e nëpërmes tyre të meritojmë mëshirën e Allahut dhe xhenetin e tij inshallahu taala. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është vlera e ndershmërisë dhe mos zgjatjes së dorës për të lyp. Pra ndershmëria që ka në 2 nivele. E para, duke luftuar që pasurinë tonë ta fitojmë me djers, me mund, me halal. Dhe e dyta, në moment që Allahu i madhëshëm na sprovon me varfëni dhe nuk na jep furnizim të bollshëm, që na mos ta zgjatim dorën e të bëhemi lypsa. Sidomos kur kemi na familje, kemi gru edhe fëmijë dhe jemi kujdestar për ta, dhe ata kërkojnë prej neve ushqim, ata kërkojnë prej neve veshmbathje, ata kërkojnë prej neve nevojat e tyre, dhe presioni bëhet edhe më i madh. Ka dallim kur je vet, edhe ka dallim kur je kujdestar i familjes tënde. Presioni nga familja është i vazhdueshëm, është i përditshëm, edhe rezistenca ndaj këtij presionit nuk është e lehtë. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se banori i xhenetit do jetë edhe ky njeri i cili do jetë i ndershëm në fitimin e pasurisë, po do jetë i ndershëm edhe në momentin që s'ka pasuri sa i duhet, për mos me e zgjat dorën e tij e mu bë lips. Shifni vëllazër, ky hadith tregon krenarin me të cilën duhet të stoliset besimtari, nderin e lartë me të cilën duhet të stoliset besimtari, të mos lejon të mashtrohet mas dinarit, e mas dynjas, e mas pasuris, e të mendon se veç mjeshtëria e tij, e puna e tij, e mashtrimet e tija
e bëjnë pasur atë njeri, asnjëherë. Rizku është dorë të Allahut. E jona është ta bëjmë sebepin, ta japim mundin, angazhimin, ta kërkojmë rizkun, ama rizku dhe dera e rizkut lëvizin nga Allahu Dhu Gjelal, thot Allahu subhanahu wa taala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është rizku juaj dhe premtimet e Allahu Dhu Gjelal. Andaj në dorën e tij është këtë ajo që na vjen, prej te centi më i vogël deri te milioni më i madh, këtë ato na vijnë neve në xhepat ton me vendimin dhe lejen e Allahu Dhu Gjelal. Po, gjithsesi ti duhesh me bëu sebepin, ti duhesh me fal sabahun, edhe me dal me lip rizkun, ama duhesh me kuptu një herë për gjithmonë, nëse je musliman, edhe je besimtar, se ti nuk e cakton sasin e fitimit, se ti nuk e cakton statusin ekonomik tonin. Ajo është dorë të Allahu Dhu Gjelal. Punon, lodhesh, mundohesh, këtë punë ti më në rregull dhe nuk të vjen nga pasuria veç aq sa e ka caktuar Allahu i Madhërisht. Edhe në anën tjetër, nuk e jep mundin shumë, nuk punon shumë, nuk e mendon shumë, nuk e organizon shumë mirë po të vjen nga rizku aq shumë sa që nuk e ke menduar ti. Pse? Sepse rizku është dorë të Allahut. Edhe kjo është shumë më rëndësi. O vëllezër, shifë shahadat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te puna e rizkut. Law annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkul. Sikurse ju tishit mbështet Allahut me një mbështetje të vërtetë. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Do t'ju furnizonte juve ashtu siç e furnizon shpenzën. Yakhruju qimasan wa ta'udu bitanatan. Del nga foleja bark zbrazur dhe kthehet bark ngopur. Çka bën ky zog, kjo shpenzë, në këtë rast sebepin, del nga strofulla e saj për ta lipur rizkun. Ama asnjë nuk kthehet bark zbrazur. Allahu e garanton furnizimin për atë zog, për atë shpenzë. Ashtu sikur se Allahu e ka garantuar ushqimin për çdo krijesë që ekziston, sado që është e vogël, sado që na e shohim apo nuk e shohim atë, ashtu edhe më mirë Allahu e ka garantuar rizkun për robin e tij besimtar, nëse ai i mbështet Allahut me një mbështetje të vërtetë. Andaj duke u nis nga këto parime, besimtari asnjëherë nuk i frikësohet varfënisë. A e kuptoni këtë fakt? Asnjëherë nuk duhet me të rrok panika, meta pa pare. Asnjëherë nuk duhet me të rrok panika, mu vonu penzia. Asnjëherë nuk duhet me të rrok panika, meta pa punë. Pse vonohet penzia, pse nuk ki të ardhuna, pse nuk ki punë konkrete, kjo nuk do me thonë që s'ke me pas ti çka me hangër dhe çka me pi. Sepse rizku, furnizimi nuk lidhet me pagën tone, as me penzin tone, as me punën tone. Ajo lidhet me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. E ti e bën sebepin, ti e bën punën, edhe t'jep Allahu sa don ai subhanahu wa taala. Dhe në momentin që ti mendon se krejt këtë pasurit madhe që e ke bon, sepse zakonisht njerëzve kur bëjnë shumë pasuri u rritet mendja, edhe bëhen mendje mdhej, e arrogant, e bëhen poshtrues e nënçmues të tjerëve. Mendojnë sikur se faraonët, e karunët, e miliarderët e sodit, që mendojnë se ata mujnë me gjukut, ata mujnë me vendos për fatin e njerëzve, e popujve dhe shteteve, harojnë se vendimi suprem, vendimi absolut është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, ase si në dorën e njerëzve. Këtë bota e miliarderave dhe të mirë dhe në ata bashk nuk kanë mundësi me sfidu vendimin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Karuni, që shembull i njeriu të pasur, mendje madh, arrogant, i cili mendonte se këtë pasuri, e këtë pushtet, e këtë do thot kompani të madhe që e kishte fitu me dijen dhe aftësitë e veta. Tha innama utituhu ala ilmin indi. Këtë që kanë fitu ka qenë me dijen dhe shkaftësitë e mia. Ishte shembull i një pasanikut mendje madh. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha ala al-ard. Karuni ishte nga fisi i Musait alayhis salam dhe u tregu arrogant mbi tokë. Dhe ai pretendonte se këtë pasuri e këtë pushtet që kur dilte nga pallati i tij me lëviz në qytetin e tij, dilte me karavan, me delegacion, me
shoqërim të patrullave të ndryshme, të makinave, të njerëzve, sigurime e kështu me radhë, ashtu si lëvizin edhe sot miliarderat në botë. Asku nuk lëvizin vetë pa shoqërim, pa truproje, pa karavan i cili kushtimisht them i mbron ata. Mirë po, kur deshte Allahu i madhëshëm të bën atë shembull për gjithë pasanikt që synojnë të bëhen si ai, që ta marrin modelin e keq e të gabum, Allahu i madhëshëm çka tha, fa khasafna bihi wa bidaril ard, do të na e shafitëm atë dhe pallatin e tij në barkun e tokës. U qa toka dhe ai me atë karavanin e tij me arrogancë, me ndjemallësi, edhe ai pallat madhështor gjigant hynin në barkun e tokës. Për me tregu Allahu i madhëshëm se ti si asgjë krahashim madhnisë dhe fuqisë Allahut. Kur dua on vetëm e çoj tokën edhe këtë pasuria jote futet në barkun e tokës. Andaj i themi na besimtarve, mos u mashtroni mas pasurisë. Dhe mos mendoni se pasurinë e fitoni me aftësitë e juaja, por bëjnë sebepin, bëjnë punën, jepjani hakun punës dhe mbështetjuni Allahut. Dhe bëni dua që Allahu t'ju jep bereqet në punët e juaja, që Allahu t'ju jep bereqet në angazhimet e juaja, në organizimet e juaja. E para, kjo e dyta mas punës, e treta, sa ma shumë që t'jep Allahu jep. Nëse ti jep aq ma tepër ka me dhënë Allahu. Sepse e kemi përsërit në këtë mezhlis këtu shpeshere një të vërtet që na e kemi pa të njerëzit, sa ma shumë që Allahu jep njerëzve, ata ma pak i japin. Edhe nëse ti fillon me paksu dhënjen, fillon Allahu me paksu dhënjen e ti. Sa ma shumë që jep, Allahu ka me dhënë. Nëse i ki 1 milion, e jep 20%, jo 2.5% që jep zeqatin, se zeqatin e japin njerëzit ma dopt të islamit. Se na përher flasim, në islam ka farze edhe ka sunete. Me farzet i kryen obligime tuja, a me sunete i ngrit gradat tuja të Allahu dhu Gjelal. Bo është rob i dashur i Allahu subhanahu wa ta'ala. E tash, të kejt punt në mundohemi me falë namaz sunete, namaz nate, ma gjurët honetete, kur vjetë punat e paret, me zeqat mjaftohemi. Edhe as njerës në shkon menja, ma shumë se zeqatin me dhonë. 2.5%, 1/14 është për muslimonin e thjesht, për atë filestarin, për atë rëdhëmdomtin, ti edhe imani jotë duhet me rritë sasinë asaj që jep. A 5%, a 10%, a 15%, a 20%, po sa ma shumë që jep, realisht i vetës i jep. Ti atë pasuri që jep, nuk e humbë, atë e siguron, atë e garanton, po ti nëse jep 20% nga pasuria jote, ti esh i bindun, se Allahu dhu Gjelal, nëse i ke pas 1 milion, e i ke dhonë 200.000, Allahu ka me t'i dhonë 10 milion. Bile kjo është shumë pak për Allahun e madhreshëm, a i ka mundësi me dhonë edhe ma shumë. Ama kjo është regulli, ti duhet të ndjekesh njëtën tone, sa ma shumë që t'jep Allahu, aq ma te për ti me dhonë, që me fitu knacin Allahut fillimisht, me beku pasurin tone për së dyti, dhe për së treti mi gëzu muslimant, e krejt kjo mu këthy në harmoni, në lumëturi, knacin këtë botë, edhe shpërblime, edhe gradat larta në ahiret. Ama nëse Allahu t'jep, e ti tu mendu se kjo që jep është shumë, Allahu t'ka dhonë 1 milion, e ti duken 5.000, 10.000 euro mi dhonë shumë. E ti duken 20.000, 30.000 euro mi dhonë shumë. Allah t'ka dhonë 1 milion. Edhe thu ti ma pak me dhonë se tjerat na duhen për këtë projekt, për atë projekt, për këtë biznes, për atë biznes, edhe tu i mendu ti biznesin e nesërmit, e pas nesërmit, vjen me lekulmoti, me të marrë shpirtin, e ngelen as projektet pa i realizu, e as atë pasurit të Allahu pa e qu. E kur e qënë atë pasurit të Allahu realisht, ajo është pasurja jote e vërtet, për cilës do kesh dobi ditën kur dash për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, duke pas parasysh këto parime bazë të islamit, mbi pasurin, mbi punën, mbi furnizimin, mbi mendjemalsin, mbi sadakon, na themi se besimtari duhet me qenë i ndershëm. Dhe nuk e zgjat dorën ndaj askujt, e ruan krenarin e vetë, e ruan identitetin e vetë, e ruan dignitetin e vetë. Nuk është gjë e lehtë, edhe nuk duhet me qenë e lehtë për një musliman, për një besimtar,
me zgjat dorën për pak e për shumë. Duhet me rujt vetën. Duhet me mbrojt ditjen e vetë dhe me alon, me aqajt halin e vetë ati që e ka kriju. Ai i mjafton ati subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, prej muslimanve që do jenë banor të xhenetit është muslimani i ndershëm, i cili me halal e kërkon riskun dhe nuk e zgjat dorën edhe pse ka presion, se ka familje e ka fëmijë. Allahu i madhreshëm në Kur'anin Fisnik e lavdron njeriu në ndershëm dhe besimtarin i cili nuk e zgjat dorën, duke thonë lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Fuqarat që kanë me të bllokuar kur kanë dalë në rrugë të Zotit Dhul Xhelal dhe ata nuk mundin me vazhdu me shërby kauzën e Islamit. Shife, fuqarat që kanë ofruar vetveten vullnetar në shërbim të kauzës së Islamit, kanë dalë në xhihad fi sabilillah dhe kanë mbetur të ngujuar dikun në rrugë, në lëvizje, s'kan pasuri, s'kan pare, s'kan dinar, s'kan asnjë të ardhun për me vazhdu angazhimin e tyre. As që janë të ndershëm, as që janë fisnik, as që janë njerëz që e ruajnë dinjitetin e tyre, yahsabuhumul jahilu min aghniya min at-ta'affuf. Që ignoranti që nuk e din hallin e tyre i llogaritësit pasur. Shive vëllazë, besimtari nga dëshmëria e tij, nga krenaria e tij, nga kujdesi për dinjitetin e tij, nuk lejon dikush me llogarit fuqarata. Nuk e zgjat dorën edhe nuk lyp për pak e për shumë, edhe nuk ankohet vazhdimisht me dhon mesazhe edhe signale, ndihmoni ka pak se ku më të keq. Jo, thot ignorantët që nuk a din gjendjen reale këtyre i llogarisin të pasur. Pse? Krenar, njerëzi me dinjitet, njerëzi që nuk lakamenën, njerëzi që nuk vardisen, njerëzi që nuk përhapin signale të nevojave të veta që kanë. Po vazhdojnë me atë që kanë, të heshtun, nuk japin asnjë farë signali se kanë nevojë, edhe vazhdojnë shërbimin e kauzës së Islamit. Thot ta'rifuhum bisimahum, e njëra prej karakteristikave të tyre që ata njihen me të, la yas'aluna an-nasa ilhafa, nuk kërkojnë për njerëzve asgjë. Shifne, çfarë përshkrimi i bën Allahu Dhul Xhelal, jo njerëzve fukara që janë shtëpiat e tyre, po atyre që kanë dalë me shërby kauzën e Islamit. Na sot kur folim për shërbimin e thirrjes islame, për angazhimin tonë në projekte, aktivitete, valla me pas pare shumë punë kisha bo. O valla, me pare edhe fëmija bën punë. Është muhabeti unë edhe ti, pa pas shumë pare me bo shumë punë. Mi mbështet Allahu Dhul Xhelal, pastaj urtësisë edhe organizimeve tona, e pastaj bashkëpunimit me njerëz edhe na me bo punë të mëdha. Se me punë me shumë pare edhe fëmija din me bo punë. Andaj këta muslimanët e vërtet, muslimanët e parë, ata që ishin shoqëruesit më të mëdhej edhe më të shumë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishin të këtill. Kontribonin vullnetarisht fi sabilillah, ngelnin në rrugë pa kurrë farfurnizimi, përsëri e mbanin krenarinë e tyre, nuk zgjatnin dorën me lyp, edhe esin në shërbimin e tyre, normalisht e çonte Allahu diken që e kuptonte gjendjen e tyre, hallin e tyre dhe u dilte në ndihmë atyre, dhe i përkrahte ato, dhe u ofronte atë që atyre u mungonte. Edhe kjo ka ndodhur vazhdimisht në historinë e Islamit, tek besimtarët, tek dietarët, tek mujahidët, tek gjithë njerëzit që kanë qenë në shërbim të Islamit. Ata aq sa më do thot modest edhe aq sa më tepër e kanë fsheh gjendjen e tyre, aq më tepër Allahu Dhul Xhelal ka dërguar njerëz që i kanë shërbyer ata, i kanë ndihmu për ta shërbyer fenë Allahu Dhul Xhelal. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala, do thot ai që nuk e din çështjen e tyre, ai që nuk din gjendjen e tyre, i llogarit të pasur nga ndeshmëria e tyre. Ndeshmëria e tyre shifeshte në veshmbathin e tyre, në gjendjen e tyre, edhe në fjalët e tyre. Do thot ata në asnjë formë nuk jepnin signal njerëzve me thonë, na jena të punu për Islam, shifne, ju kujdesuni për ne se na jemi në krizë, na kemi nevojë.
Sikur se ndodh sot, dikush tamam me bën një shërbim, më një herë fillon me nda signale, me thonë, a jeni ty kuptu se unë jam nda për këtë punë, kush pe juve ka mu kujdes për mu. Jo. Kush vendoset në shërbim të Islamit, le ta din se ai që kujdeset për te është Allahu xhelal. Edhe i mjafton ki si kujdestar. S'ka nevojë me pas kujdestar tjetër veç ti subhanahu wa taala. Po, njerëzit kanë mundësi me shfryzu shërbimin e tij si mënyrë për ta shërbyer davetin, si mënyrë për të marrë sevapen punën që e bën ai, ama asesi ky që e bën davetin nuk ka nevojë me mbështet punën e tij, angazhimin e tij, lodhin e tij, ardhmërinë e tij në ndihma që ka mundësi me dhon xhamati. Asnjëherë. I mjafton Allahu kujdestar për te, i mjafton Allahu ndihmës për te, i mjafton Allahu furnizues për te, e s'ka dyshim se s'ka ndihmës as kujdestar, as furnizues më të mirë se Allahu subhanahu wa taala. Na ketë mashtromi, na mashtron dynjaja, na mashtron shejtani, na mashtron friga, edhe kemi qef xhamati me na vlerësu punën. Na i tham vetvetes edhe çdo njeriu që angazhohet në shërbimin e Islamit, mos prit shpërblim nga njerëzit. Mos e bën punën me niyet me fitu prej njerëzve, mjafton Allahu subhanahu wa taala. Siç ishte porosi e gjithë pejgamberëve, la as'alukum ajra, për ju nuk kërkoj unë shpërblim, in ajriya illa ala Allah, se shpërblimi jam është Allahu xhallahu. Bile shpesh herë kur dikush ta pagon mundin apo them ndonjë dhuratë mas punës që e bën, duhesh me shti veten dyshim a thu vallë, mos është ky shpërblim i shpejtuar i Zotit këtë botë, e ngelesh në dunjë, e ngelesh në ahiret pa asnjë shpërblim. Allahu na ruaj. Salman Farisiu radhiyallahu anhu kush ishte në shërbimin e Islamit, në luftën e tij për ta gjetë Islamin, në shërbimin e Islamit, pastaj në jetë të gjatë, jetoi si musliman dhe në momentin kur u forcua Islami dhe muslimanët filluan të jetojnë mirë, u ulën në sofrën e iftarit, e sofra e mbushur për plot ushqime, para se me fillu me hangër ushqimin e tij të iftarit, nisi me çajt, e tha, po kam frikë se ndoshta kjo mirësi që na sot e gëzojmë edhe e shijojmë, do jetë shpërblim i shpejtuar i Allahu dhul xhelal për ne këtë botë, e s'do ngelet për ne shpërblim në ahiret. Shifne devotshmërinë e këtij buri të madh prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte brengë se ndoshta kjo mirësi që ja ka dhënë Zoti dhul xhelal është shpërblim i shpejtuar nga Zoti në këtë botë, e ndoshta si ngelet atij asgjë prej shpërblimit në ahiret. Megjithse asnjëherë kjo nuk është e saktë, por devotshmëria e tyre ishte aq e madhe, kujdesi ishte aq e madh, saqë ata e kishin ngale dhe frikë këtë situatë. Të dashur vëllezër, kjo që them se besimtari në shërbimin e Islamit nuk duhet me kërku shpërblimin prej askujt përveç Allahut, kjo nuk i amneston besimtarët të cilët i shfrytëzojnë produktet e xhamiave tona, edhe imamëve tonë, edhe asnjëherë në asnjë formë nuk ofrohen të ndihmojnë këto projekte dhe të zhvillimin e këtyre produkteve. Ata janë kooperac, edhe për kooperacinë e tyre kanë me dhënë llogari para Allahu xhallahu, dhe kjo nuk i amneston ata, po flasim për niyetet në zemrat e shërbyesve të Islamit, shërbetorëve të Islamit. Për ata me duke fol, kur flasim për këtë kategori të njerëzve, kjo nuk e amneston atë kategori të njerëzve që duhet me bë gara mes vete, secili në shërbimin e kësaj feje, siç ka bë gara Ebu Bekri dhe Omeri ridvanullahi alehim ecmain, e sahabët e tjerë të cilët ishin të gatshëm krejt pasurinë e tyre me vendos në shërbim të Islamit, vetëm se vetëm të mbrohet Islami dhe vetëm se vetëm të ecë përpara Islamit. Andaj thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, ata nuk insistonin në lypje dhe nuk i angazhonin njerëzit për te mundësive që kishin, sepse fa inna man sa'ala wa lahu ma yughnihi an su'al faqad alhafa fi al-masala, ai që kërkon megjithse ka pasuri që ndihmon atë me mbijetu, ai njeri e ka tepru me kërkesat e tij. Thot Imam Qurtubi rahimahullahu taala, qëllimi është që besimtari nuk duhet me zgjat dorën me kërku, po duhet me u mbështet Allahu dhul xhelal dhe me u mjaftu me këtë fakt, asa njerëzit të llogarisin, asa ignorantët të llogarisin se është i pasur. Gjithashtu, thot Imam Qurtubi rahimahullahu taala, nuk kërkojnë prej njerëzve me insistim, do thot asnjëherë nuk kërkojnë prej njerëzve duke treguar dashurinë e tyre të plot
dhe kjo është sqarimi që e japin dietarët musliman dhe ndershmëria ka qenë karakteristik e përhershme e muslimanëve, të cilët nuk lipnin për njerëzve. Andaj tha Ibrahim ibn Adhemi rahimullahu taala, sualul hajati min an-nasi hiya hijabu bainaka wa bain Allahi taala, kërkimi i nevojave tuaja prej njerëzve është perdeja mes teje dhe Allahut dhul xhelal. Shifne, Ibrahim ibn Adhemi, njëri prej besimtarëve të devotshëm të brezave të artë të islamit, po thot, kur ti të fillosh kërkosh për njerëzve nevojat tuaja, ti e vendos një perde mes teje dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Fa anzil hajataka biman yamliku ad-darar wa an-naf. Thot ti mas mirë ti e ki që nevojat e tuaja ti ja drejtosh atij që në dorën e tij është dami dhe dobia jote, jo njerëzve, se njerëzit se kanë dorën e tyre as damin tan, as dobin tonë. Walekun mafzaka ila Allah ta'ala, dhe trishtimi jot momentin e krizave ekonomike le të jetë Allahu, te Allahu, jo te njerëzit. Pastaj thot, yakfik Allahu ma siwahu wa ta'ishu masrura, atëra kamet mjaftu Allahu nga çdo kusht tjetër përveç tij dhe kemi jetu i lumtur. Shifne, porosi shumë e rëndësishme nga njëri prej ulemave të devotshëm, Ibrahim ibn Adhemi rahimullahu taala, po thot, lypja jote për njerëzve është perde mes teje dhe Allahut. Lipi kërkesat toja për Allahut. Ati që dami dhe dobia është dorën e tij, edhe kur ki trishtim nga kriza ekonomike, nga problemet ekonomike, drejtoju Allahut dhe kërko për ti, atër Allahu ka me të mjaftu, ka me të adhon atë që të mjafton, dhe ti kemi jetu si i lumtur. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vlerëson lart ndershmërinë dhe thot, siç është në hadithin që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, leysa al-miskinu bihadd at-tawaf alladhi tarudduhu tamratun wa tamratani wa luqmatu wa luqmatan, walakin al-miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fa yatasaddaq alayhi. Nuk është thot miskin ai që rrotullohet tek njerëzit edhe lip lëmosh, një kafshat apo dy, një kokër hurme apo dy, por miskin i ngrat, i varfur, i vërtet, është ai i cili nuk ka pasuri, sa i mjafton ati, sa i duhet ati, por njerëzit nuk e kuptojnë gjendjen e tij për t'i dhënë sadaka ati. Domthon ky është miskin i vërtet, ai që është fukara edhe nuk lip, edhe njerëzit nuk e kuptojnë se ai ka nevojë për me ndihmu, fa wala yasalu an-nasu shay'a, dhe nuk e zgjat dorën me lipë njerëzve gjë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon se miskini i vërtet është ky njeri i cili me gjithë nevojën e madhe që ka, ai nuk e zgjat dorën te njerëz, edhe nuk jep signale direkte apo indirekte mi thon njerëzve se ej, unë kam hall, unë kam problem, unë kam nevojë, dilni edhe grumlloni, dilni edhe ndihmoni se kam nevojë për ju. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah." Ky hadith është shumë i madh dhe i rëndësishëm për ta kuptuar se si na duhet të ndërtojmë raportin ton me Allahun, edhe me pasurinë edhe me vazhdimin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah." Kush insiston në ndershmëri, Allahu ka me ja dhon ndershmërinë atij. Domethënë, xhihadi jot me nefsin tan, momentin që nefsi kërkon prej teje ti me zgjat dorën, ti me lipi njerëzve ndim, ti nëpërmes njerëzve me kriju një status ekonomik të mirë tonin, nëse ti nuk e zgjat dorën, Allahu tash kultivon ndershmërinë në zemrën tonë dhe bëhesh i njohur për ndershmërinë tonë. E para dhe e dyta, wa man yastaghni yughnihi Allah, dhe ai që e ndjen veten të pasur, të panevojshëm ndaj njerëzve, të mjaftueshëm me Allahun dhe atë që Allahu jep, atë Allahu e bën të pasur. Sepse realisht o vllazën, pasuria e vërtet nuk është në sasinë e pasurisë e mallit që kemi na në pronësi, po pasuria më e vërtet, më e madhe, më e real është pasuria që kemi në gjoksin ton. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa al-ghina kathratu al-'arad, inma al-ghina ghina al-qalb." Nuk është pasuri malli i shumë që e ki, pasuria e vërtet është pasuria që e ke në zemrën tënde. O vllazni, me dash Allahun, me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
me dasht islamin, me dasht besimtarët, me dasht punët e mira, është pasunia më e madhe që mundesh me pas në zemrën tënde. Këtë tjerat janë zbrit edhe janë kriju nga Allahu xhallahu për me shërby këtë parim, parimin e islamit. Me dasht Allahun, edhe pejgamberin, edhe islamin, edhe ibadetet, edhe besimtarët, edhe punët e mira. Për këtë arsye ka ardhur kjo botë. Edhe kur ti i ki këto parime në zemrën tonë dhe mendjen tonë, ti e më i pasuri. S'është më rëndësi sa milione e ki në konto, s'është më rëndësi sa dyqane e ki, s'është më rëndësi sa ki mall, e sa ki tokë, e sa ki edhe i ki. Ato janë kalimtare. Nëse i ki, gëzoj, shijoj, kënaqu. Ama kuptoje se nëse ato nuk e shërbejnë këtë parimin e parë, kur gjozë bëjnë dobi të Rabbul Alemin. Hiç kemi apo hajrin të Allahu subhanahu wa taala. Ti ndonjë mundesh më çit çallam, se ki kert madhe, ki kert mirë, ki pare, ki shëtitje, ki atë, ama kjo është dënja, kjo ka me përfundu të Allahu asgjë, kjo nuk të bën dobi. Koha që kemi në disponibil me përfundoj në sharimin e këtij hadithit, vazhdojmë inshallah taala ndërsa në ardhshëm, duke lutur Allahun të na jap të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të lexuar dhe mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhreshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.